Në shoqërinë tonë që po kalon në për tranzicion për një kohë të gjatë, po përmendet një ndër problemet më të mëdha e cila definohet si lëvizja e lirë. Standard ky i kërkuar që të plotësohet, por çka në të vërtetë do të duhej të nënkuptonte lëvizje e lirë. Unë jam Kaltrina Sadiku, studioj banka, financa dhe kontabilitet. Unë jam Qëndim nga Sabaci, studioj në Staffordshire University Dhe ky është rrëfimi im. Lëvizje e lirë nuk nënkupton vetëm kalimin nga një anë e urës në tjetrën, apo nga një shtet në tjetrën. Përshkrimi politik i saj ka bërë që në të vërtetë të harrohet çka do të thotë të mos kesh mundësi të lëvizësh lirshëm dhe pa pengesa. Prandaj, konsideroj se duhet të ridefinohet fjala lëvizja e lirë. Çdo rrugtim i imi, madje qoftë edhe më i vogël, në qytet paraqet sfidë në vete. Unë vazhdoj tani studimet në universitet dhe dëshiroj të bëhem një ekonomist i suksesshëm. Një vend do të kishte lëvizje të lirë kur të krijonte kushtet që çdo qytetar i tij të lëvizë lirshëm edhe politikisht, por edhe fizikisht. Personat me aftësi të kufizuar ende kanë mbetur të pabarabartë dhe shoqëria jonë duhet të bëjë shumë në këtë drejtim. Gjëja e parë që duhet të eliminohet në shoqërinë tonë është paragjykimi. Personat me aftësi të kufizuar nuk duhet të paragjykohen fare. Ata mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme në profesione të ndryshme. Personat me aftësi të kufizuar nuk kanë nevojë për mëshirë. Nëse nuk mund të lëvizin lirë, kjo nuk do të thotë që nuk kanë aftësi të tjera. Unë kam jetuar për 4 vite në Zvicër dhe atje kam pasur rastin të shoh një trajtim adekuat ndaj personave me aftësi të kufizuar. Madje në vendet të zhvilluara, ata kanë përparësi në punësim dhe vendet të rezervuara, të rregulluara me ligj për një përqindje të saktuar të punësimit në institucionet shtetërore. Eksperiencat e jetës në vendet perëndimore më ka bërë që të jem shumë aktiv. Kam punuar për 1 vit si web administrator në Hendikos dhe tani si projekt menaxher. Mitet e krijuar dhe personave me aftësi të kufizuar po mundohemi të zhdukim në bashkëpunim me Hendikos dhe donatorët që po na ndihmojnë. Po vizitojmë shkolla dhe po njoftojmë për së afërmi nxënësit se çka do të thotë të jesh person me aftësi të kufizuar. Në qëllim që të zhdukim paragjykimet dhe të edukojmë ata që të jenë të gatshëm pa probleme të ndajnë hapësirën me ta. Studimet janë përkushtimi im kryesor, por në ndërkohë unë kam përfunduar trajnime të ndryshme. Pastaj kam përfunduar edhe pjesën praktike në Ministri të Arsimit. Shpresoj se pas përfundimit të fakultetit do të gjej punë dhe jetoj e pambarur. Më pëlqen shumë jeta sociale dhe nuk dua që aftësia ime e kufizuar të më pengoj të jetoj jetën në mënyrën time. Prandaj dal shtetis, takoj njerëz, thjesht dua të bëj jetën në mënyrën time. Gjithsesi, se ka lëvizje pozitive, ka disa vende që kanë filluar të realizojnë standardet e kërkuara, duke filluar që nga parkingu e deri te katët e epërme. Njerëzit kanë filluar të kuptojnë se ofrimi i qasjes secilit pa dallim është standardi i domosdoshëm. Ne tani mund të shohim një film në kinema, një shfaqje në teatr dhe mund të lëvizëm sidomos në disa qendra të ndërtuar së fundi me standarde të larta si Albi Mall apo edhe ndonjë tjetër. Në vendet e zhvilluara, tani pasi që zgjidhja e çështjes së infrastrukturës përket së kaluarës, fokusimi më i madh është tek asistentët personal për persona me aftësi të kufizuar. Kjo gjithsesi se duhet të jetë një sfidë për institucionet tona. Një gjë e tillë mund të bëhet edhe praktikat e vendeve të zhvilluara mund të na ndihmojnë shumë. Me prezencën tonë në publik, njerëzit po fillojnë të mësohen duke i thyer kështu tabut.
se njerëzit me aftësi të kufizuara duhen të fshihen dhe mos ekspozohen. Duke u ekspozuar, ne do t'ju tregojmë atyre se përveç që nuk mund të lëvizim apo kemi ndonjë aftësi tjetër, ne jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe kemi vlera të tjera. Vlerat e mirë filla të një vendi shihen që sa ata mbështesin persona me nevoja të veçanta dhe sa sheh diverzitet mes tyre. Secili prej nesh e ka një qëllim dhe pse duhet të miremi me pengesat për disa ka shumë mundësi. Miku juaj i mirë i njeh dobësitë e tua, por mirret me aftësitë e njeh frikën tënde, por përforcon besimin tuaj, e vren ankthën, por shliron shpirtin tuaj, e njeh pa aftësinë tënde, por i thekson mundësitë tuaja. Prandaj nuk është më rëndësi se si dukemi në fizikun ton, por ajo që çka kemi brenda.